Alo. Hej, goce, çka po bal, mos u bal ti pishmara. Po që gocë më zotri, ku e nëzore këta e të shi gocë, ne gjithë këta burra këtu ti thu gocë. Ti vi marrë ma emision maskilis. Po që emision maskilis më tani, po kush je erë dhe që halli ki? Po jam buja Shavin dhe Rikopi dhe hej, goce, çka po bal, mos u bal ti pishmara. Jebja dhjerë, se s'ma mbushe mundi, edhe i herë se nuk po bindem që i e vërteti, edhe i herë. Jam një dhe Shkodra. Po Dim karame. Po jam nuk mund dasëm, jam nuk du i dasëm live, dhe ligu më bushat. Po ku jo bili këngës popullore, po që të ka gjetur mor? Pse na ke marrë? Petrit Lulo, ja bujarë, qaviri, ja Petrit Lulo. Po mi po qalli ke, pse na ke marrë, apo thjesht për qef? Për në? Ke ndonjë problem, ndonjë hall, do të thuash diçka apo na ke marrë për qef? Maraku i shre, nuk ma lan zemrën e qe. Nuk do plej se po shoh i lirë me lion në këtu në Shkodër, i boj thirje Top Channel film, se më ba film për mua. Top Channel film s'bëj film për ty? Po! Po që ja fut kotër burë. Kod ja fut jua! To marsha e ma! I kam ba film tëra me la marsha me shpujo, jam dhe i komi dhe la marsha. Po kujt i kanë bërë film më burë se si kanë bërë film këngëtarëve tani, ja fut kot. I kam ba la marsha se dole ka kina moja ma, i du shkoj i kina moja ma. Filmën Michael Jacksonin ma. Ja, pali me buja Shavini dhe i komi dhe të dullojni thriller i dasmave. Katrinja Hengut, nushet tona në radhë. O mjeshtër, tani mos ta banalizojmë, s'mund krahasojmë tani Michael Jacksonin me ty, mos ja fut kot. Për hir të gjithë respektit që kemi. Po ati, Miko, ti a dhe syrë se i pashke me pluhën. Që më vojnë në qafë, Të morshja e më morshma, e më artishma, e kam bërë dhe unë i të gjara ma. Po për te respekti tani jeni artistë të ndryshëm, botë të ndryshme, karrierë ndryshme. Kushka kemi Michael Jacksoni, ma, në pallat e kongreseve, ka bane e koncert Jo, koncert pallat kongreseve s'ka bo, drejt me thonë. E po qa do bra, a ka Michael Jacksoni 5 orë dasme padaluar? Jo, a i s'këndon të fare në për dasma. A ka marrë një Michael Jacksoni zarvi me lek për ndasë. Jo. Bojnë me që ka ngeli një hala e këri krabit për atë. Nuk... Të ngullë hala mu më vete gulle. Po pra, shef, as hala nuk nges të në fyt Michael Jacksoni, kështu që jeni komplet ndryshe. Ngesin gjara tjera, sa morsha. Ashtë Michael Jacksoni Shkodrave, unë jam... Po jo, nuk kemi shku deri aty te Michael Jackson, deri te De Niro kemi shku që është shqiptar, po jo Michael Jacksoni. Ta marrë zhvesh tje une tank të da smoj që i kam tu mbojsh ma. Qefi bohet me Shkodran, arëm Shkodrek, mojta marsha, merën të ndek në që dynjon. O, të lumë të goja, për nuk të hedhim do të lego mirë, se jemi në radio. Ja, po jemi a mikrofonja dhe ka provojmë kush këndo ma bukur lef ma. Në orkesër. Unë e kënoj me mball njët në gim. E ty do të kem mball për qafim. Stonove i qik tu po hajtë. S'pa i shuem. Po mi ma që, ave jam datë, ku marri vesh i ta bura ma. O mjeshtër, o i nderuar i bujar tani. Nuk kemi që mikrofonit i abim rrath partë, ati sa i nuk jeton më. E po e shpijema. Duon kërkuj dëm shpërblim për jamri ma. Po një bitun të mërë dhe mos ta bëjma... Dëm shpërblim për jamri ma që të qyre, sa e knojmë më zot një vajzë, nalu bujar, nalu. Po nuk e kanë bo për ty, atë është tjetër e. është bujar tjetër e, nuk jeti. Ndaloje bujar. E gjo... Ja, pik, ushra ke vajzë ma. Pa qili numri këtoj vajzë, da mori vetë telefone. Nuk po talëm, thotë kështu që ndaloje pak. Po nuk ka ngel këngëtar pa ba film. Du me ba film jetën tëra, pa du me qenë aktor vetë. Po kujt këngëtari kanë bo film mërbur se na çmende? Kujt këngëtari kanë bo film? Luri Zelli, Blona Cireti, Luana Vjosa, Albona Gjana, Beskallaku, Monika Kryemadhi. Ndaloje bujar, ndaloje. Monika Kryemadhi nuk është këngëtare.
Ka të fuj Big Brother Marika ka këndu më mirë se këta, e ka ba mirë më se marrë e mikrofonin më. E pas ke ndjek Bigun, e pas ke qa. O mirë se... Më fuzi Big Brother, bani shil fuzi Big Brother, ndalo buja. 1 minutë mërë burë të shimë, o ti sigur po ta vënë për i natë, 1 minutë tani, se filmi do budget, filmi do dram, do aksion, nuk do vetëm këngë. E kam drama është edhe aksion bashkë, Ha njerë. Kam një dramë dhe aksion, sa të marrë për si me ba kangë me luara vjollëse për mua, si me mu karierën për gjosë, Në fakt po, këtu ke drejt, këtu mëzure ngurë, se artistat nivelit tënë duhet mendojnë 2 herë para se të bëjnë një bashkëpunim. Se ti kënë karriera... I se ko se nëzora halen, mo, pas ka qenë bri visit, ma. Mishi, mirë mishi. Mishi, mirë mishi. Mishi, hanë robë mishi. Bujar, bujar. Qa drame tjetër ke për film? Hajtë, shite tani qik historinë tate. Kam Zef Beken. Po që ke me Zef Beken? Zef Beken e kam aktor kryesor negativ. I thonë e zaj, e kësu, prepotent. Po, aktor e negativ, po, personazhi negativ. Prepotent, qa gjyre, prostat, Po jo. Qa ke me Zef Beken? Lërë Zefin rahat. Kër Zef Beka ishte ndjell një mune si në ndjell një mune. O, bujar. Qa ke me Zefin? Ta dish, nuk bëj kështu gjashtë se më po Mehmeti. Tani, gjitha na i the, po vetëm aktorin se kush do ta luaj rolin tënd s'na e the. Kush është ky? Qatë ngeci hala prap. Hala të ngeci, ti ma shopuk, e luj vedër, se ka bjerë nane me shbuë rolje, ma, dhe jatë gjitha do lekë. Ika se takoj miko një me s'na e the aktorin, ike. Ike dhe ti, të këndoj qyshja, thane këtë gërmadhi. Tani pare se të vi Armelda për të në flesh informativ të orës 7. Ne po japim lajmet si që dim të japim vetëm ne. Jo aq seriozisht dhe jo aq duke marrë informacionin nga lëndë e parë. Pa tjetër burç. Nga redaksia Top Channel. Okej, vini ne bazën dhe japim gaz. 1, 2, 3. Ashtu, bravo. Mirë mbrëma të dashur teleshikues, mirë se keni ardhur në flash informativ të orës shkurt. Për më tepër do të vijoj me lajmet nga bota, vendi, rajoni dhe më gjërë. Një grua britanike ka deklaruar se ka rënë në dashuri me një UFO. Madje ajo shkon më tej duke deklaruar se është më i mirë në shtrat se sa burrat. Po normale, ai vjen nga hapësira, ka eksperiencë në stilin Dubai Nire. Hanta virusi alarmon Itali në mbikëqyrje 4 persona. Të vjetrit thonin po erdhin në Itali për 2 ditë, maksimumi 3 është këtu. Kolege kishin për shiun ata. Pas për shiun rrini qetë, pra mas kalma. Po. Gonzato mesazh për Shqipërinë në ditën e Europës. Ska rrugë të shkurtër drejt Bashkimit Evropian pa reforma dhe respektim të kritereve. Jo për gjë, po vetë ju shqiptarët ta thoni rruga e shkurtër të nxjerrë gjatë, kështu që gjatë çuna. Krizat godasin xhepat e shqiptarëve, inflacioni i qëndrueshëm, shqiptarët shtrëngojnë rripin për ushqimet. Ngelem duke shtrëngu, po na shpëton ai gjë, s'kemi faj pastaj. Megjithëse unë mbaj pa rripën ndonjë. Direkt ç'përthen ai kops. Lau tau. Plas sherri në ndeshjen e Elbasanit Tirana, tifozët zihen jashtë stadiumin. Kur thuhet grusht të keq. Ta ishin Elbasanit. Kur thuhet do i rrafim, nuk është fjala për t'i rraf me vërtet me grushta ola. Është për t'i rraf në fush me gola. Megjithëse çati thuash një populli që është rrit duke dëgjuar hajde këtu se të myta. Këtu mërë se ta mora shpirtin ose a e shef këtë shap ta futa zuratit. Vallai Juli, kështu e mësua vetëm ditë shtëpia jote se unë jam rritur me pekule. Gjithë shqiptarët me pekule. Unë zorra për atë punë. Deri te zorra. Aha, prandaj kështu. Itali, 3 ditë pa leje nga puna nëse ke qenin pa qejf. Urt dogi. Ja, se tingëlloj keq, ja urt dogi. Urt qeni, jo dogi. Heq na bëri gam. Po gjove stilin fillim prandaj. Po. Jo, s'marrë lajmi, hobi. E nej, se kalon të tjetër. Sa shpejt e kishte vini këtë. Mira, çuna dile çuna.
Colali. Po. Një grup turistësh në Tajland bën veprimin më viral të momentit. Ata pa një grup njerëzish duke ngrënë dhe u futën, hëngrën e pinë duke menduar se ishte restorant, por në fakt ishte një ceremoni funerali, pa një drekën e të vdekme. Dhe ku e kuptuan të thuash ti, në fund kur i quan hallvën tavolin, po nëse porositëm të thënë, hajtë roni ta kujtoni. E zoti madh Juli, Që si qesh Tajland me nuk ka veç ato që mendoni ju, ka edhe gjëra tjera. Okej, me këtë kemi ardhur në fund edhe të Sa kësaj. shpejt vjen fund ti akoli. Po është pse Juli, fundi shpejt vjen. Ja dhe fundi po vjen shpejt. Moje dashura ime. Të gjithë njerëzit bisedojnë. Si kanë dalë në mësime. Vetëm ne të dy moj vajz. Jo. Ej, kemi ardhur në fund të kësaj pjese, pas pak vjen Armelda Metasani me lajmet. Se të Armendër Xhebakish. Armelda, më falë zemër. Jemi bëj lajmet në mënyrë më të mirë të mundshme se me Julin po merrem unë. Pas pak i lirë Veliu këtu.